Ka rrezik, po ka rrezik ty ne keni mjaftuar. Dhe kës keni mjaftuar. Ka rrezik realiteti politik. Nëse e kaloni Pragun, jam kaloni këty nëse këta janë pranë Pragut. Një ditë afërt edhe Këta janë pranë Pragut, nëse e kaloni Pragun keni me dalë më lart se këta me këtë retorikë që e kanë këta. Ta e mbo biznismena. Një biznesmen që ka deklaru 6 vite, institucione publike, që ta shpërgjigja. Shpif sa fësi ju minerë ju përgjigja. 6 vite, shërbim një institucione publike, as një ke shpërdërim, as një familjari jam i të një pare, deklarim me njerës, para se me ju në politik, jo si këta që kur kanë ju në politik, shikojnë mu bo biznismena, shumica e deputetve të LDK-s i kanë përfshi familjarët në biznese për me përfitu pi paros publike. Tu fillu pe kryetarit LDK-s. Babaloku i ti merë miliona euro të ndera në keka morë. Bajanoku i vetë, miliona euro të ndera në kosht. Kandidati tyre për deputet, që deli ma shtërë qëtëtarë me njësor, ka hapë kompani për me importu produktet energjisë. Aj që del trumbeton, kishe për energjisë. Janë akuzat rënda këto pastaj se po përmendim se jemi duke folë për miliona për gjë. Ato jo faktike, mëre. Vetëm faktike. Që grupi parlamentar me shumë të milionera është grupi parlamentar jo si ju me politikë. As një familjari jemi nuk ka vedo të numru pare. As një familjari jemi. As një, so personale. Ja, s'ko bëj personale. Jo e fillut me personale. Sonte që është e vërtet që ajo, unë po të sfidoj. I besoj aty në raportime, portale se i kam po me sytë mi, i kum po me sytë mi, duke i numruar para, edhe duke u fol për zhvillime në komunën e Vushtrës, sa ju keni qenë kandidati për president Kasmani kur thoshte se nuk ka pasur Kosova kënë minister ma të mirë. Cili është kandidati për president i vetëvendosjes? Mos ndalemi në vetëvendosja nuk ka kësi më stën banalitete, kësi humori me qytetar në një republik parlamentare me thonë ne kemi kandidat për president, kjo është hajgare, mi talë qytetar. Këto janë gara zgjedhore për kuvendin e Kosovës, vetëvendosja shkon në zgjedhje, i fiton